Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, kudo që jeni, sot ndodhemi në fshatin Glamnik të Podujeves. Hajde të përshkojmë dal nga dal sot këtë fshat, qëndroni me neve. Kjo pra është fillimi i fshatit Glamnik. Fillimisht më duhet me thonë me patjetër, fshati e ka një pastërti, pos me kon sallon. Ju lumt banorëve, tash do e kuptojmë se a e kanë ndonjë mirëmbajtës apo mirëmbajtja është nga vetë banorët, ashtu janë të kujdesshëm. Përndryshe, sa bukur duket nga këto, pjesa e këtij fshati, shtëpitë ngjitura njëna me tjetrën, të bukura, të lezetshme. Përndryshe fshati Pozitën, po e komentoj nga ajo çka po shoh dhe ku ndodhe momentalisht, Pozitën e ka të rrafsht, një pozitë shumë të përshtatshme. Edhe gjelbrim aty këtu, por që me të vërtetë temperaturat e larta e kanë bërë vetën sa që i ka përzhit krejt. Jeni të i po ja ka hup edhe gjelbrimin nga temperaturat e larta. Gjithsesi, e pja një fokus, sa shtëpi e lezetshme, por që është e mërgjimtarit, nga ajo çka unë po arrime, po është e mbyllur, përndryshe e pas kalulis e qendis për qefi. Një rrugic e pashtruar, në fakt kjo rrugica duket me qenë pronë private, me që e ka edhe shtëpin këtë. Hajde mërgjimtar, shtreq të një 5-6-8 kubza, edhe perfeksionoje kjo shtëpi se e lezetshme. Pse e ke la për pak? Pse? Fshati e ka trotuarin, gjë që më pëlqen shumë në çdo fshat. Shifeni se sa lirshëm unë eci dhe xhiroj. Apo kalon kënej se po vjen ai makinë e po t'i dredhën kont. Po, tamam trotuar, kur nuk po kam trotuar po ankohem, kur janë trotuar të mos me ecë tani si. Shtyllat elektrike i pas kanë të reja, jam të e po edhe objektin e xhamisë nga larg. Do shkojmë edhe përse ofërmi me kësmet. Përndryshe fshati njihet si fshat shumë i madh, me shtrirjet e madhe, e nga ajo çka unë kam arrit me po, nga fillimi i fshatit, shtëpit janë edhe cik-cak. Është i përber nga disa lagje, ende nuk i kemi informacionet se nga sa lagje është i përber e tjere, çka janë çdo të kuqet, Gjerenika. E pas kemi, hajde edhe që të rrugic veç po provoj, mos po e gjejmë dikë, edhe me nga tregu për fshatin. Në fakt, kjo pjesa, Podujevë, njerëzit janë edhe këto mikprica, por e kem parasysh se tashme janë shumica dhe në orarët e punës, dhe pak na penalizon kjo pjesë, por inshallah kemi fatin me ta ku banor cilët janë brenda fshatit, cilët mirën me punimin e tokave. Pun ka shtëpia, shkurt shqip. Që të, e pas kemi një familje që mirret me makineri, bagera e këso që ka shkojnë, një serjem të e po punoj, ka dhe më thonë. Nga këto e kemi edhe një sipërfaqe bukur të madhe, shifeni e tërë pjesa pra mbat me fshatin Glamnik, qëto pen po më pëlqen, pjesa e livadit po më pëlqen, si e pas kanë
Tokat jem të pa bashkë shumë kështu, po I punoj kanë, me siguri toka është edhe pjellore. Edhe në këtë pjesë jam të I pa disa shtëpi, por që nuk kam se ka me kalu. Në fakt edhe këtu janë shtëpite sa po ndërtuara, shefeni se sa të bukura janë, ndoshta janë ndërtu edhe me viti, por që po ma jepat përshtypjen se janë shumë të reja, edhe ato dy tjera dhe kjo tjetra në mes, veç nëse gjejmë në I rrugic ka ndonjë rrugë tjetër se në këtë pjesën këtu shefeni është fundi I kësaj rrugice. Po kalojmë pra prej kësaj pjese këtu ku jemi në një rrugic tjetër. Po më duket që nuk ka shumë shtëpi, nga jo që ka po e shën nuk ka se, ju thash krejt në fillim që fshati është I përver nga shumë lagje, edhe ashtë po vret, ka shumë rrugica, edhe po vazhdojmë që shtë drejt, fokus shtëpit. Hajde mos po e kem fatin me taku banor, sot në këtë fshat. Ma kanë lavdu me të madhe këtë gëllamnikun të shumë, që ka shpuna ti? Hajde. Sa bukur nga këtu, perfekt, shtëpit e bukura, poster, marifet. Jem të e po një market. Hajde mëre banur ku janë. Gjithë këto shtëpi është e pamundur që fshati të mos jetë I banuar, po mendoj kështu. Por që po dihet edhe Mërgata ka bot vetin, si në çdo fshat, është e pamundur. Ndo një fshat mos me pas një përqindje bukur të madhe të Mërgatës. Që ati jem të e po një banor, po nëzitojmë. Edhe po e përshënditëm. Pas kanë edhe një berberhon me leuni. Flok nërmen nuk e ka mo me I prej, se I kom sakatu. Prej atje, e prej këtu, e prej atje. Kjo smet me t'i rrit ashti. E pas kemi edhe një rrugic në fakt që na çon te objekti I xhamis. Përshëndetje! Si jeni? Mirë edhe na, mirë faleminderit. Kam dalë sot me ju pyet diçka për fshatin, a mundemi ja bu një 3 pyetje? Dolem pak në teren, që të faleminderit. Që të punë e kemna. Që të punë e kemna. Unë me prashit zdi. Jo. Si jeni? Një faleminderit, ju si jeni? Ajni mirë familjen me shëndet? No. Shqyqër, që shpo kalani? Mike, deti ku. Deri ku? Deti ku. Jo krejt plot, a? Jo krejt plot se njëri si ti po vjetë, se kom po 7-5 vjetë, tash e njën vjetën pak fleshti një senat. Ja njës pak mini dhimë. Po shumë. Të në unë një ka pak. Por që shqyqër që ke arrit mi bo 75? Po, veç e kom fas funën adhe, kom adhe funën e letë shtetit, e kom shty tani, nuk e kom një fort. A këtu në katër një vëllamit. Kur, shkuar s'ja kam. Qkuq? E tash mi qka po mirë, qka po bënë? Tash më penzion qështu. Të e shiju, pensionin e madhë, po? Që qika edhe më morë. Qika? Më dem po dhjo po dalë. Qysh është fshati, shpejt, se me që është të prit nuk po jo marrë shumë ku. po. Ashtë fshati I banuar, a ka shumë shtepi, shumë banuar? Ka shumë, ka Sa shtepi. për afërsisht mundën me konë? Allah, janë, krejt glavnikun a? Krejt glamnikun, komplet. Jo, janë më fërmi 300 janë. Shtepi? Po me naltë atje me krejt, fërmi 300 janë. Nuk e di me të njëm se ka lut funa, dhe një ndoja, janë asë. Po lunë hesopi, po. Po, ka lut hesopi, nuk e di të sakt. Veç fërmi 300 janë. Po, për afërsisht? Po, qate. Ndërë 300 janë. E, ashtë braktis fshati? Ja, këtu, ja. Ju, a? Ja, këtu, heq. E qka po punojnë banorë, me qka po mirën, qfar punë e bërë? Me funa, me biznisin. Kam bizniset veta private? Kanë veta private. Tokat apo punojnë e kishit një pjesë bukur të madhe? Po, tokat foj punojnë. I punojnë? Po, nuk I lo shterë, për që ata e më lëmit, për ta. Të lakë më hajtë mos me lonë, ashtë të djerin? Unë kërë më kom fund shtetit, I kom vu krejt mjetet, që ka pas për tukë. Edhe tani nuk e kom lonë, asë në flomë se kom lonë. I ke siguru mjetet? Krejt mjetet I ke siguru, tani asë në flomë kom funu, fësi më morë të I funde. Drejt nora. A njini me krejt banurt, me zveti? A mundeni me u martu? A jeni një fes apo se?
Më martohem këtu në Klllavnik, ku si jem në fest, këse, po kur nuk martohem. E sa lagje, nga sa lagje është i përbërë fshati? Prafërsisht sa lagje mundet mi pas? Për shembull me emra që i keni kështu e poshtë një. Që ke pjesa ashtu jem Gjenovet, shkrejt Gjenovet. Gjenovet. Pjesa perike. E që rrugë, deri atje në autostradë, këtë Gjenovet që jem. Gjenovet jem. Anina na i themi lavet, që anina në do kadral, ka lagje, atjer banashkt. Është një 5-6 lagje po. Po, jo, e në ma shumë lagje, fesa. Që mos me lo vojzën me prit, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve shumë, faleminderit. Kom qef me kanire, nuk e ka problem këtë farë punë hes. Faleminderit. Nuk frite hes. E vlerësoj. Edhe ishëm shkudi, kishëm fi diçka, po që... Që s'pas na pas fatin. Tha më i qikë që ka veshe. Kusht tha me orë. Edhe kishëm ma gjënësish, ishëm po lafa, hajt. Ishte knaci, miru popshem. Faleminderit juve. Me shumë knaci edhe ne kishëm bisedu ende ma gjatë, por që na i dha pak informacione për fshatin, ne po mundohemi me gjetë ende banor në këtë fshat. Në mënyrë që me pasqyru sa ma mirë. Ne kështu mundohemi në secilin fshat, por nuk është, çdo herë tham, nuk është komplet në dorën teme që me u pasqyru fshati tamam si duhet, janë ata banorë cilët na japin informacionet, na tregojnë për fshatin, të mirat, jo të mirat e fshatit. Unë e vi zero informacione, unë e pres nga banorët me ditë se sa e njohin, sa dim për fshatin ku jetojnë. E kemi të letje, jo këmë thonë për shumë here, e kam shumë të letja sot jo kur me gjithë informacione, por nuk dua, ideja e misionit është me ditë banorët e fshatit, se sa informacione kanë për këtë fshat, për fshatrat e tjera, me na njoftu me fshatin ku jetojnë. Për shembull, në këtë pjesë nuk po m'pëlqen se e kanë lënë kështu me bari, sa që pas ka fillu me dalë në trotuar, që të mirë është një kos kështu shpejt, vër, edhe me pastru këtë. A jeni të e ditë që po më pengon, kur po vi gjithmonë, çdo fshat jam të i komentu senet e njëjta, keni pak parasysh bre, bilim ato fshatra që unë ende s'kam shku, keni kujdes pak, delni pak, kosit në vendin. Qëtës, oda e gjonajve, pra kjo është oda e fshatit. Përshëndetje! Oda e fshatit, por tash se kush e ka ndërtu, këtë informacion nuk e kemi. Por me siguri banorët, si në çdo fshat, edhe këtu po besoj që oda është ndërtume nga banorët e fshatit. Po mendoj, nuk është informacion i sigurt, kështu po e them, kështu pra e kemi të vështirë kur nuk ka banorë dhe me na tregu. Tani shkoj veç me supozime rruga, Ali Qipulli, që farë mbi emri interesant. Këtu e pas kam pjesën e ures, por që bori e pas ka kaplu të tërën, uj nuk paska, ndoshta dhe që kemi kohën tash thot, vjeshtës nuk e di po ata, uj nuk e di as ka paska me kalu prej borit, por gjithsesi është kështu si është ura, këtu po m'duket jemi në qendër të fshatit, si të shokshë në ndërtim u që kena i lapidor, diçka ma jepat në ndjesin që jemi në qendër të fshatit. Hajde po afrohemi dhe po e lexojmë sakt se çka po shkruan. E pas kemi një qeshme, edhe unë nuk durona pa pi pak ujë, edhe në zet, po e bën të vetën, ku që e pas ka nëzi ploken. A pijet mëre? S'po t'i apijet, që këtu pas kam betorina. Se kështu, ma prish qefin, drejt tash të ju lavdu, për pak e pas këtë prish. Qendresa i dedikohet dëshmorëve të kombit, martirëve ushtarëve të UL-41 për trimërinë dhe guximin e treguar gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe banorëve të fshatit për kontributin dhe mbështetjen e çelëkt luftës për çlirimin e vendit. Lavdi dëshmorëve të kombit, pra batalionin në kompania Ulpiona 41. Merri çtu pamje, me pastaj mundemi me lon edhe me lexu vet publiku, edhe plakaten tjetër, lavdi dëshmorëve, lavdi në çdo fshat, në çdo cep të Kosovës,
Fal tyre ne e gëzojmë sot lirin. Po ndalë, more. Qka është puna e këtyne këtë nglamnik veç me dur? Po ma bojnë edhe po ecin. Ja bre burr, nuk shkon ke punë kështë, do të me undalë me më tregu për fshatin. Tani mos gaboni me më shkru, ja ashtu ja kështë. Unë kur t'i dha fund fshatit të më shkru një këtë, hajde delni falni sa jam kësaj dhe të regoni fshatin, historin, të mirat, krejt qka keni, mandej kur të shkoj në shpi, kujdes, u kry muhabeti. Tani e ka rodhen fshati tjetër. Bërlogjin, e kanë dje këtë, pse kështë, pse e keni lonë, edhe një tjetër pjesë që nuk më pëlqen. Në fakt, kjo rrugica pas ka mbeturina, bukur si shumë, nuk po më pëlqen, fillimi i fshatit ishte perfekt. Këtë, nuk e di çka ndodhi. Pse u prish muhabeti, nuk e di. Sa të bukura i pas kanë këto pishat. Hajde më rëthrasëm dikon mëre, se mbete. Një pjesë, si qeni të e pa tipik fshat, me pulja, me bakti, bakti jam të e thonë në bazë të plehut që po e shoh, tamam kështu e dëm fshati. Fshati nuk ka lezet pa bakti, pa pulja, qura, zëgj. Atëhere delë në qytet krejt jetë, kështu e dëm fshati, me i pas krejt bio. Jam të e pa një pjesë e mbjellme krejtësisht me manafera, a e në mona? Qështë një ku me mujtë me hypën e. Me mujtë me gjithë banurin edhe me nga tregu. Masi banurin, pronorin e fakt nuk po e gjej, unë e pash që të një të kuqe, po ja marrë dhe po iko. S'kthejna one thotë. Me që pronori nuk po e gjim, nuk po e shasë, në fakt nuk e dhja cila shtëpia e ti, por që kur të shenë emisionin, veç mundet më thotë boft mirë. Një pjesë tjetër të fshatit ku po i shohim tokat e punume të mbjellme me misër, për ndryshe, gjendja vazhdon të jetë shumë e qetë në këtë fshat. Nuk e di se çka ka ndodhur me fatin e banorëve, të cilët nuk po i takojmë. Këtu ku ndodhemi, pjesa e trotuarit është bukur e dëmtume, shumë kubza i pas kanë hek, pse kështu? Nuk bën kështu, do të me i rujtë edhe çato të mira që i kim brenda fshatit. Po afrohemi ma ofër shtëpive edhe me kësmet, me bismillah, me trokitë në ndonjë derë të shofëm se sa janë mikë pritësa në këtë fshat. Ende nuk kemi hyte as edhe një familje, në fakt nuk është që kemi tentu, por ja që tash po tentojmë. Këtu e kemi shumë qetë sa që po eci mes asfaltit, nuk ka lëvizje. E pas këm kompaninë e pastrimit të pihave, Flori, po na i loj ka të pijat, po na i knaqka. E pas ditë mi morë dëtëmit me veti, mi borrot, mi shtin. Oj, zoti shpis! Hajde të rëkasëm, qëtë? Po ndëgjohet dikosh. Edhe të shofëm, apo na i hapin dyert, ka jën banorët. Përshëndetje! Jo? Si jeni? Mirë, faleminderit ju? Pa shkoj mirë.
Po qysh nuk bën me ditë, vesh rrezek nuk jem. Si jeni, Dorontina? Qysh jam, falë që nuk dola. Pa merak. Ka po Leoni? A pe di kushe, ti largoj pak syzat të lo, se po më pengon drita. Mirë jeni? Mirë, faleminderit, po kaloj mirë. A jeni mërgjimtora? Unë ja. Jo, jena konë, po edhe kështu, edhe ashtu. Pas kam vetë pak diçka prej mërgjimit. Qysh po shkani, apo Leoni? Mirë, nuk Kret, është keq. me familje, me punë, me gjitha. Jemi mirë, ka dosh Zotit, Se të ju ponu. poshën e kështë në gjitë manet, ju poshtë të qeshmi atje. Po, Qa po di, bashkë edhe nuk më interesoj, edhe thash që shka puna. që e ndoll këta, kush i ka thirra. Bashkë mirë, ju boshe ajl. Mirë që na vizitani, po ty beni na me jetë qash. Ka janë njerëzit, ka janë banuar. Valloj, s'di shka me thonë, dhe janë jashte, dhe janë qështu në për qytete, Prishtine, qështu, po... A e din sa familje kanë bet rezidente brenda fshatit? Pasha zotin, Rafërsisht? seriozisht të konë katuni maj madhe, fshati Glamnek që u konë, po janë qështu janë shkep, ja jashtë, ja qka po di. Për çfarë arsye është braktis fshati? Aj, valloj, s'di shka me thonë, është ta pak për punë, pak për shkallime, pak për... Me dosht, për shembull, me dosht me punua, mund është këtë brenda fshatit me u merr me diçka? Qa me thonë, në shqyturën në kom pas që aty në shpe, muj me thonë që para lufte, edhe nashta me herë mas lufte, për bje zotin në qytet nuk e di që kanë pas punë ma shumë se që kom pas. Po, se ka pas edhe banor. Po dhe, po, Kur e mbyllet tani? kur që besa, u ktheva për Gjermanie, provova që shkum punua me për para, veç ditë e ditës të poshtë, Kur je kthyer nga Gjermania? Po ju më këthyje, shkaj apet ka pak qështu, po, qa me thonë. Ju jeni mërgjimtor. Jo, valloj, jo ty po, beja se, ama jo shumë valloj, porreni. se si kam, edhe prim, qa me thonë, edhe më kam pa vdekje, jo më këthyje, dhe në nena edhe normal, po duhet më kujdesja për shpeje, për ato, të në të mirat janë, po, nuk e Ama di. shumë porre në Kosovë, a në Gjermani? Për momentin, edhe në Prishtinë, edhe këto. A në Prishtinë ju Po. po jetoni këtë ju, a? Po, E sot ke ardhë, a më them duket i kien jo, dhe prind? jo, që janë jo vdit, jo, prind kanë vdik. Atë kanë vdik, mendova se më thej kam prind dhe ju morë Pe Gjermania për atëherë. Gjermanie Po, kur ke atëherë, ardhë. po. E shtu. Me banor ta njini me banor të këtë që kanë Po vdik. nihëm, po se jem, që kje pjesë tash e lagja Arbanasha, dhe një bjen, jena Vllaznin Lak. Po me gjithë kështu, mirë jena. Aty ka, qa pa dhja brasht, ka qëpall që besa këto mangat, Mësovice, ju thujna, Qëta qëpall t'i kryta. gjënalt, po, ka edhe mirë. Por që po më habit pak fakti se fshati është shumë i madh dhe njerëz nuk po takojmë. Kam i gjitë. Seriozisht, unë po thëmë Shumë knasia që kom për para këto, kretë thujnë kërina ardhë atje, pa izatet, pa alushin me top, alushin me gjithshka, po thënë tash, i bjen e shkon edhe nuk e di që mune ta kanë a i kanë a diçka anena. Po, dhe që do që eshe me makinë, Por për zotit nuk e di, nuk po më knasë që kja asi kukës po më knasë, sa shkon nuk e di. se në erdhë kjo ku, në fakt Se na e bojmë kohën. Se e për spetëm këtë kohë, nuk isha besue. Po, E këto mikpritja, si është? A vazhdoni me po mboj? edhe me kpritja uzbe pak, uzbe. Qa ki me thonë, jena konë me ud, jena konë me amën, jena konë me të në dyjet. Gjdo dit ka pas musafir, ka 2 par, 3 par, zotin madhë, krasi, hajmë se vëzat. Në ka hup edhe bereqetje, në ka hup tëna, se si s'ka musafir, s'ka as E bereqet. vërtit. Edhe qa ki me thonë, se aj që vjen prej kushit i kushit, aj thët zoti bereqet vjellosht, ja u shtyft, tash vëlloh, as për ne, shtën, as për ne. Po më duket veç në komet, kështë të ju shku njerëzve, vizit, të ju shku, se kush të kërkosh s'po shkon, veç në komet. Ja, edhe me orde nuk po vi. Tu munu me qënë mi mojt. A kur po të thamë, matë posën si na konë, kur Po, matë qelen, matë tëna, po, zdi, Po. shpo mu i kuptoj. Edhe për fund shkurt që mos me ju marrë ko Jo, ma jo, shumë, jo, hiç, ndonjë hiç. histori për fshatin se ja kemi bërgjë publikut nëse dini me më tregu. Qa me Ka ndonjë histori, Kena pas vlerat e fshatit. kena pas tëna jenë konë nash me bujësi, nash me tëna jenë konë, i kem edhe këtu për shambull që ushtarët, që kësë jenë vendus këto Shaban për Luzha, kërë kom për para,
jena me qysh me thonë, është edhe si me temel, po Diçka tjetër nuk ka. nuk ka. Jënë vdek njerëzit, jënë shkuë, pse nuk e di. Pse nuk e di. Tëna të mirat janë. Kretë ka 2 kere, 3 kere, tëna. Po, Sa ma shumë aq ma keqesh. as ma shumë. Se As ma keq, e je vërtet. kërkus, halo ma Po shumë. thëmë, pe i bukër, po takuhëm që shtoj bojmë bisedat të mëshmet. Çfarë knasi, çfarë lezeti. S'kem pas, po zemër kem pas. Sot kretë kem, po zemër s'kem. Na shta po gabaj, Je me vend e ki, po tash qatë i besh, e vërtet është pak e hidhur, a? qa ki me thonë, tana po thëmë, Inshallah punojnë po dikush, bëhet mirë. punojnë dikush, ka që punojnë edhe, ka që i jashtë, po thëmë, çfarë shtëpi është mira, çfarë anena, jenë mshelme. Krejt shtëpit e bukura. Kretë E tash- vallaj, tash- kretë me nëzemi i kanë, kretë me tëna i kanë në dyjat, kretë Tani po ankohen i rryma. as nuk mund ngën ujë, as nuk mund ngën çka po di rryma, as nuk Keni mund nga shkollë, Jo, shkollën e kem vetëm atje te Glamniku që është, po është kombe be bon. Po këtu ne jena shku për lëshe, jena shku turnie këtu ani jena kënosh tash, çfarë? A di që shtë kur të më Mos e tregoni bëzot. ju baballar Po tu. jo që diçka unë nuk e di, e shoh për shembull si çik si djalë në telefon, as i fol, kryet në telefon e ka, unë nuk e di. Na shtë vetash edhe po. Po, tash ju edhe mazit se na po bëne. Po vallaj. A din se, kur më tregoni se në qëfar rrethana keni shku në shkolla, di qëfar pomje kam ju të urdzue, të uquë, Po, bure, sha- shije, kretë kiamet e ma. Për bes zotit nash besa nash mos qull u bëshëm jetë edhe në këtu ka si smeta. Bura për din. Nash ta edhe na kam lue, pasha zoti kë sheshëm në klasën shku zoti ma kejtë ovullë më shke klasa nash anena edhe kur atë lezet se herën. Sot ty bendia s'me kanë po rria, s'ka po bojmë atë po bojmë. Putet e lakta atë O është që, po i faj ty beni këna bo lafat punë bile. Jo, ma Sa dhe s'keni ku të zu edhe me Jo, pa i valloj, ke thonë ashtë ajë nonë nuk kanë lëkë qeropat të madha ta diçka. Po, E po qa jo, qa me thonë? lezeti. Lezeti po. Ishte shumë knaci, faleminderit Jo, është nasi edhe prej neve që një ardhën fshatin të po besa nuk përkom edhe ku, se pani kafe, pani nuk i këshal shue. Vallaj, krejt Edhe që sot- se kam kërka në shpesë, ty Sot krejt ishit pa ku, kështu që kur Vallaj. del emisioni, tani mos më shkruni e jena kështu e jena ashtu e. Ki e drejt, më është me thonë çka dush. E vërtet, ki e drejt, plotësisht. Ja, unë e vlerësoj veç që e ndot këtu kohën me nive, si me na pas qitë kofe. Sa problem, sa Shumë problem. knaci. Shumë Dorentina, Miru pofshim. kalofshi mirë çdo të mira. Çdo të Kalofshi mirë. mirë. Miru pofshim. Hajde tëng. E falenderoj këtë banurin, ani pse këtë në rrugë pak e kemi bo një të lovi, por kështu më duhet me i kërku banurt në shtëpia nuk po janë. Rrugë nuk po takojmë, kështu po do të me i ndollë si polici. Në radar kero, ka që denimi. Për të i shakos, falemderit banurit i cili gjeti kohën për neve dhe për juve, me nga tregu për fshatin Glamnik, ani pse sot nuk qenë ka dita potenciale për me pi kafe, do i pim, pas përfundimit xhirimeve, nuk është diçka kafe, e rëndësishme është unë me bisedu me banurë, ashtu më duket si me më qitë kafe buke, veç me bisedu, me më tregu për fshatin. Si jeni? Si po kaloni? Super, se gjithë. Dorutina. Dorutina? Dorutina, po. Shumë bukur me ki. Faleminderit. Si jeni? Mirë, Qish po kaloni? super, se gjithë. Jeni banori fshatit? Po, vallona po jetoj këtu. Këtu po jetona? Po, shtash po. A keni ardhur nga ndonjë shtet, a? Keni banu dikon tjetër? Jo, e kam lindur, unë kam lindur, kam rrit jashtë, në Po Australia. sa bukur fol. Po, ja. Slumt. Ja, është ashtu, është ashtu. Merita ti ka familja gjithsesi, a? Po, gjithsesi. Po, unë e kam lind në Australia, qashtu kam rrit shkollën e mesme sa atje. Tana i mas luftës kam kthy këto, tana apet kthej atje, shtash kam kthy për 3 vjet fiks. Po sa lezetshëm po fol. Po, shketh tek, Shumë s'mundesh me bukur. jek. Jo, inshallah ti po kupton. Shkojmë Po të fol. po kuptoj shumë Pa jam mirë. interesant, po shka ardhën katon tem? Unë e kam marrë në katon, jem gazetare, i gjëroj Po. krit katunet e Kosovës. Jo, shit që për zotin ti ka ardhën katon më të mirë. Po thua, Po, për po njerëzit Glavnikut. s'po i takoj. Po, Unë e pa njerëz nuk më del emisioni i bukur. Po, një ditë, hajde poshtë, të shtëpia e vllai ka një villa atje me Hajde bajzën e shkojmë, kretë. a e ka qëtasht? A Ka e ka qtasht. shpinë edhe sot? Ka Hajde shpia dhe shkojmë. sot, ne shkojmë, abdan. Hajde shkojmë, po, Pa, edhe pa, bisedoj me ju dhe po. shkojmë te vllau. Halo, një kafe nuk e kom pi. Pse? S'po më qëtni, që pse?
Ku jën kafet, ku jën gjizvet? Hajde të vile vllaut edhe të qes një kafe në rria. Po nuk e kemi për kafe veç kështu aty ne kom si në formë shakoje Jo, se. shit që për zotin e ka ardhur. Vesh ku kom marrë me një herë mas luftës këtu katën kompost komplet tjetër. Krejt shtëpia shka kompost tjetër, vesh shtëpia ime e kam nejt. Vesh shtëpia babes, është shtëpia ime shtash joni më e vogël. Edhe e kam po pe 99 deri në 2003 jem kon këtu unë. E kam po këtu katunin të nreq. Këda po, edhe ka bo. Katuni mirë. I lindëm i rritëm në Australi. Çka ju ka shty me u kthy në Kosovë? Çka ka pëlqy në Çka ka Kosovë, pëlqen po. qere se unë gjithë për çdo katunin më shumë se ku im koni vogël, gjithë baba ka pruna këto për pushim. Ato vllazët mijat edhe motër rahmetli edhe aja e ka jetu këtu në Kosovë. Po tanaj atë ka përqej Prishtinë gjithë. Edhe kalojmë trotuar. Po. Edhe unë ma shpesh kam marrë këtu në katun, edhe ku ti e lind edhe ndrit në Gërbeqarit s'kam pas një kushërit. Se është një gjoka ime kam pas. Tanaj për që ato e kam merë tu ku kam marrë në Kosovë, kam takom me gjoka ime. Edhe ku kam shkel në tokë, që kibe kam po ma vonë ma Ke poshtë. pas krejt gjakut tënë. Po edhe tokën i mirë, se duhet me ditë historie tonë pak që kjo vendën po bë gjithë ka kalzoj na. Tha glavnikut. Edhe për gjakët mijet, për djallë Bajramit, ma shumë unë kam lavdu këto vend. Ma shumë. Po e do ishe shumë fshatin Glavnik. Po. Çka tjetër të lidh me këtë fshat? Që kime kam po, hajde po është qere. Për mu, nuk e di për mu është qëtësimin, se Qëtësia shpirtërore. po, edhe unë ku kom lindë, unë ku vend lindjes tem, është një vend e thirë Nallëmboj është. Nallëmboj është një vend i kja aborigines atje, është njërës zëzaku, ta për këpton. Po, baja me ka fetu një punë atje, me fabrikën e aluminium. Po, fabrika aluminit. Po. Edhe që atë shtetë vogël se këtu edhe se po djeve konë. Bashkë, apo këpton. Një shtetës për punëtorë. E që ato e kom lindë, e kom rritë, e kom kry shkollën atje, unë s'kom poshtë qef shtetë kur. Edhe ku im koni vogël, ku hisha atje në Prishtinë, për gërmije, për bukurimin, kom poshtë të natë mirë në shtetë. Unë gjithë kom poshtë qef që to njërës njëfshëm, një me tjetërën, afrësi, një me tjetërën. Pastonin ofër. Tonë. Po, por që nuk e paske harru gjuhën e paske mësu bukur, mirë. Po. Duhet edhe pak me Po. përvetësu, po me kalimin e kohës. Tash këtu në katën kime mësu Po. prej jo deri në zhë. Po. E tash me ju pyet, apo punoni diçka, apo mirë me diçka, keni mujt me marr veten, Po. me u stabilizu dikon në një Po, punë. që Çka po bëni? Po vlla jem shtash, ai ka punë të mirë shumë, se vlla jem po jeton në Prishtinë. Edhe ai ka jetu shtash, Selmon ka ardhur mas ku ka marrë tu unë, se unë kam marrë tu 2004. Selmon qashtu 23 vjetë, Selmon është bajnë nuk të jetoj këtu. Mirë mas luftës tuja se paske ardhur. Po, unë mas për para, unë kam pruva të qetra. Tanaj, motra im ka ardhur mas me, Edhe motra im rahmetli se edhe aja e diq këtu e ka vorën këtu në katun. Edhe aja ka këthy mas 2003, një kohë se Selmonit, me burën e vetë. Edhe, po, motra kam postë, vlla e ka shtash, vlla e ka punë mirë në Prishtinë, e kam balë që të tokën, shka kam për vetin, edhe aja gjallëmigjës teme e ka lopt, e ka E nësonë. shfrytëzon. Edhe unë kam gjithë që të tokën, unë po thatë, agim për 7 vjetë, boni barnat për lopt, për pullat, se unë e kam veç 5 pulla për vetin, se veç është mamë të lëshë unë edhe babin. 5 pulla, 5 pulja i ka. 5 pulla. Se me ndën dikosh pullat këmishës. Pulla. Po. Për te i Jo, shakos. për s'ki shfaj, Se- vallaj që këtë. Shumë lezetshëm për ndryshe po fol, por që unë e kam qef kështë me indëgju. Po, a? Këtë theksim pakës, Po, jo, as ane, nuk e as di, me, as ane, as as me ane. sheher, as me bariliv. A e Po, përdorni kështë?
A e din këtë shprehje në i zoti i shtëpisë? Po që shjo. Hajde thuje një herë me të madhe. Të kushe, ne jam për tak. Hajde morë ta mësojmë edhe çto. Di ba, nuk e di është Ua, Bob! Ua, zotri shpis! Mr. Bea. Oj, zoti i shtëpisë a dën mosafir. Sa bukur e paske. Me bazen me kret për bobën, apo she? Ja, lum për bobën. Çka po do të Australia ty Çka po se? do, po çashto, për shka të vin? Për shka të vin? Vallai unë e ula që të ti po shaj pa komce vdeqem. Therma bobën tregoj si e me ka mirë, mos është në gjumë. Me në fund e gjetën pak rehati që në kum kanë pushu kom prej që ju mordh. Më pas kanë pikom, të icë. Sa bukur e pas kanë. Derisa i morëm pomjet, e këthiu borri villave të bukura, në një pjesë malore shumë të bukur, e pas kanë gjetë me të vërtet qetësin, kështu në fund fshatit. Në anën tjetër e kanë edhe bashkën e mbjellë me misër, nuk po arri me pa ka dhe diçka tjetër. Oj, zoti i shtëpisë, ja kom zonë dere në ne. Përshëndetje. Mirë si ju gjetëm, Dorontina. Mirë, faleminderit, ju? Po, nom me gjanom. Apo ullni këto afër meje? Po, mas mirë. Se komi ju pyet diçka për fshatin. Besojmë që ope gjumit. Po, ta është i krejt. Ka faj qire, ka bajzen hasdër, ka tanat mirë. Po, pse mos me Klime, vlej, ka, pse mos me pushue. Po, vallaj. Tash e kam shumë problem se krejt njerëzit janë thuja se në gjumë, në nxet. Edhe e pas këtë këtu në vend të mirë, në pjesë të bukur. Po si jeni me shëndet? Mirë, po mirë, faleminderit. Apo ka ankesa? Jo, marë. Jo, me vesh të më kanë lënë. Ani unë e bërtas. Bërtas. Ha? Po, Mos bërtit jo, shumë, në përruh, në mos më brit, po kujtoj tonë që s'nijin. Po, mos bërtit shumë thuj se u shton në molet ofër. Po, vallaj, po. Ja. Qysh po kalani? mirë, faleminderit. Jeta në fshatin Glamnik. Mirë është. Këtu kum le, në Australi jem plak. Se shumë e ri kum shku në Australi. 21 vjetë i kum pas kur kum shku atje. E që sa vite jeni këty? U bo 26. 26. Me herë mas lufti. Atje kum kriju familji. 21 vjetë i kum pas kur kum shku atje. 64 të kum shku. 64. Kanë qenë vitet vështira ato fillimi? 63 ndoshta më shkon në Shqipëri e më nxënën. E tallaj. Ana i tregon fillimet e para, vitet e para kur ke shku në Australi, kanë qenë vështira për juve? Po, sa ka një vend shumë i largët. Edhe nuk e mujt më marrë kur farë lajme as pe Evropa, as pe Kërkujt. 6 javë ka bo anija më shku atje. Që është lindi ideja me shku me një shtet ka që të largët? A nuk e kishë Gjermanin pak më ofër, ana i Zvicera? Ndëgjë, nuk kum pas. Që më kanë zonë për Shqipëri, nuk ku mujtë më nejtë në Balkan, veç 3 shtete ku mujtë më shku. Në Australi, në Kanadë, apo në Amerikë. Nuk dësha më shku në Australi, se shumë largë. Dësha më shku janë Amerikë, janë Kanadë. U dofë më nejtë në Lagarë. Mas pakti 18 muaj për Kanadë, 2 vjetë për Amerikë. Në Australi, mas 3 muajve. S'mujta më nejtë aty. Tash, po shkoj me here. Edhe, vesh një nënonë kom pas biletën. Bile një fshatari jemi këtu. Se babën e kom pas shumë vjetër kur kom dalën e. Ja qëva një kartëlin, kur u nisa për Australi. Tash babë lem të mirë.
për gjithmonë, se vesh një nënonë e kom pas biletin. E bile para dhe dita i kojshia, tha Bajram bjen men, se ajo është ma i ri se une. Tha ma për pat pru, bile aj, se halau për dhejke ke gjuha atë gjuhë që se së më pilqejke muë. Pe i kësaj o komik. Tha një kartolin. Aja konë në sikur urimi, në konë të vitit 3 jetë që urimi me i që dhe kujnë. E ja qova bas, ta shlam të mirë bab, edhe sot atë ditë mbje kur mbjen men trupi më shetet. Se më dhinë baba, se kisha vesh për një nënë biletin. Ta në 18 vjetë s'ma ka ndonë vizën këta marë. Se unë ku morë në shtetësin atje, ku më shku vesh për një nënë. Për 18 vite keni qëndru në Australi. Matë parën herë ku morë mas 18 vjetë. Mas 18, a ke gjithë babën gjallë? Ju, 74 në ka dek baba, ku morë 82-shën. Mas demonstratave të para, u bon pak si ma të butë. Që të pak qenë? Në dhanë disa vizat. Unë ku marrë 82-shën mas 18 vjetë. Kur nuk e harroj se Ahmeti po shpirti plaka, ma pruni se aja ma kanë zjerë vizën, se pe i Rusie kanë zjerë vizën. Se u prish, komunisti u prish. Kur erdha pe i punë, tha kam një lajnë të mirë. Tha sigurisht në i bill e thonë aty në që i pagu për shpije. Tha jo, këshëre. Tha ku marrë vizën. E kish pa marrë vizën për Rusie. Këna najtë 2 ditë në Moskë. Ta na kur erdha këtu, se men ajsha, që shokon, më dëkshin që rrugët e vogla, më dëkshin kodrat jenë konë më të mdhaja. Nuk e njëfsha, më shënarën teme nuk e njëfsha, po plesht po, se plesht nuk në rrojnë, që e në konë 40-50, e posh një kojshi këtu, qazimin, Haxhi Qazimin. Me në mes kështë, tha Haxhi Qazimi që kë, tha po, tha mish pje njëfë këta. E po, Qështë të do kur erdha për hirtë parë mas 18 vite? mirë, Çka të do kur më treguatër shumë mirë më dokt. Se kish pas pak ma shumë drejtësi. Po kur erdha thënë se ku marrë çdo 2 vjetë me krejt familjen. Kur ku marrë 84-ën, kish në ruë. Në 10-ën jem kontë për në herë. 87-ën kur ku marrë dhe ku mblon qiken këtu, ka krye fakultetin e filozofisë. Ahmeti po shpirtim ka dek para 2 vjetë. E ajo kur u kërën pushim, e ka da shumë Kosovën. Kur e prunën pushim, thash Feride, bala bo. Tha bab, tha të smunesh me da është Australinë, se edhe unë së ven linje jeme. Tha po në Australinë nuk kreje i familji. Tha jetë që s'na dhe unë, tha po nuk ka dashni që shka në Kosovë. Vendi ftoft. Vendi ftoft. Edhe tash jeta në fshat, që shë duket? Ashtë ma vështira, ma e letë. Me letë është. Ju po jetoni vetëm ju 2 këtu, a? Veç na 2. Cili po i bëni punë kështë ma shumë? Afrimi. Buken, kush e përgatit buken? Afrimin e komaqëtore. Qka po ju gatun më është? Unë që pastrojnë këto Apo të shkojnë pet, hec kështë pitet? Jo, për pet e dishka, unë jam mëson për hojt, për pasta, për pizza, për qatë. Ushimet shpejta. Baba dëm pite, me spinaq, kungullur, krelon me duqa. Po, flia po. Jo, për qatë të pëse që për zotin e kam kushëri shumë afer. Afrimin ka kryt fakultetet për ata. Dhe një flia, unë shkoj të kushëri. Ashtë e vështirë jeta vetëm ju 2 meshkoj. Jo, u kujtis për Rahmeti veten, po shpirti e ka dashur të këtë vend shumë. U bon valla që 16 vjetë që kanë rrujet. 80
2008 ka dek, rahmet i po shpirti. Kem atje në pushime u këthyme, e qova petë se mjeku, se del për jasët, disë për jasaj smujës të keqen më shkninje, rogë. E gjeli nuk nallet edhe aje të nej. Afrimit që 2 vjetë ka këthy, edhe kam edhe jallë këtu në Prishtinë. Edhe ajo këthy, o martu këtu. Vjen ju vizitën ku pas kohë. Po, se afrimi e ka shpinat jenë altë, e këtu Selmoni. Selmoni... E tashën e po du me të pytë për këtë villën e lezetshme ku shta ndërtoj. Ideja ishte jotja. Po ideja jemje, po Selmoni ka bo këtë vlau. Gjallë, tjetëri gjallë. Aja ka bo këto krejt, aja u ka bo dizajn. Aja ka bo, se është diçka veçantë. Shumë e veçantë. Edhe në pjesë të bukure. Po edhe në pjesë bukure. Qetë si me ta prish kushterezin, e vërtet. To apo gjuni në herë në bazen? Po qysho. Po fresku. Jo se kjo është me kryp, i gjellët është. Po. Edhe është e nëzet, ujtë e nëzet, e nëzën ujtë. Po. E këna bo për qef. Shumë mirë. Apo ju vjen ai kosh me ju vizitu me ju po në i herë? Vin. Me banorët atakuani ndonjë herë? Çfarë raportesh keni me banorët? Çysh janë banorët e këtij fshati? Mirë janë, shumë mirë. Shumë mirë. Kom të në edhe një pa këtu, kom shumë, se pas vlazën i kom pas. A ka diçka që i mungon fshatit e ju që këshit pas dëshirë me ndryshu, me pas mundësin? Qa këshit ndryshu brenda fshatit? Ujtje Batllove më ardha? Qështë? Vesh për mu, ujtë ato pompit poshtë. Vjen me koha, Je. se unë e di, është të ndreqë. Me orë pak ujtë se e bjen gjysë ka tunë të kohë, ujtë për Battloves, gjysë haloju. Si shpo thot afrimi e kem pas ujtë, punoj shumë pak, se akon ujtë e Battloves. E të në për diçka u prish, edhe që 5 vjetë nuk ka ujtë. Proceset teknike që ju takon dikuj tjetër. Një për. Qa me ndonë a ka ndryshu kështë njërzia, sidomos pas luftës, a vrin ndonjë ndryshim? Dhe në qka ma shumë? Kanë ndryshu më të madhe. Qa nuk ju pelqen, për shembull? Dashnia konë me madhe. Dashni nuk ka. Kosh na zbehu Me dashnin, gjithësi për marë për asysh, nuk ka. Për para, e presha Hazret kur visha. Po shem kur visha me thmi. Vishin kojshia, vishin misht, vishin... A di qka thamon e këtë? Se s'moj pa ju ndërpri. Atëherë edhe ju bishit edhe i moshit kofirat. Ta është i ma pak, pse me do nam ju prit? Për çka me do? E vërtet po. Na mushën bonbonat e prunë keksa, Bombona, po qashtë smokat, na mushën pijat. Atë herë ka pos jupit klot. Po dhe, si i zbrast kofirat edhe nas për ju dollëm. Jo, ndëgjo. Nuk është... Unë nuk e kum prit këtë. Me të regu e drejt. Më mba thonë dikush para 20 vjetë. Para 26 vjetë. Që në ro popli që kaqë, nuk kësha besuar. Edhe jeta në fshat po bëhet mirë. E mirë është shumë. Jo, po punoni diçka, po e shoh. Kom Pas ke boshën sa Kom mirë. boshë, shtalba, A jenë bosh të albat? halaja, gati janë, gati. Gati. Kom bo. Po, tjetër qa ke mbjell aty? A vetëm- Speca, Po, domate, vegetables, po. Sa për Perime, nevoja, perime. po, perime. perime. Apo mundesh me u kujdes vet, apo të ndihmon djali? Jo, la veqone. Veç ti vet. Se vetë i këshyri. Gjithë. Afrimi nuk ka punu në farma. Nuk ja dën. Jo, nuk jetë. Ani mirë shumë se edhe e hupa kohën, kalon koha, po. edhe është aktivitet. Jo, po mirë, shumë mirë. Pas se këtëri këm pa ble këtu një bloko shtapeshe ka, dhe këtër në ta teli atje, del të rruga në altë. E ai objekti, ajo si shtepi O, me ngjyrën e gjelbër, çka është? Këm pas dhenë, kur këm marrë. Po, a? Këm pas fanë dhene.
Kom pas 2003 i kom pa marrë. I kom pas 300 copa dhe. Po, edhe mbylla. E mylla. Pse? Nuk e s'ke punë? Nuk shkajke puna, nuk shkajke. Drejt me thonë, pak zarë për punëtor, vetë me i këshyrë s'mojsha, vetëm isha atë heras nuk është Selmoni këtu, vetë që edhe Rahmeti pa shpirti gruën e kisha gjallë. Është një shtëpi atje Qebani ka pas në Lisa kon, tash është një shtëpi e vogël, Qebani ku ka nejt aty ka pas. Me tëna e ka pas mrena, pak zarë për punëtor këtu. Se tonë shumica me nënë që kur shkojnë për jashtë, na ka pare, atje i prezë. Vëllai 300 euro ja paguajsha 2003, 300 euro e ka pasur rrugën për Qebani. Në 2003 me pas 300 nuk konë, si sot 1000. Vëllai 300, edhe ka herë se gjojsh aty, se u shtojshin 10, se ka pas me tëna, i pa ta pru video, TV, reke Krejt atje. kushtet. S'me konë shpi. Krejt kushtet, ka pas kem për shpi, se kom pa morë të tokë me qire. Kem për shpi, po... Po vete pas ke las dru punëtorin. Ja ke bo krejt Që të këtë kushtet. orën që shto dhe s'ka bo këtë, thësh, apo ku po të më shkuen, apo të më shkuen. E nërë më thonë, në vetë me fshijat jenë të këtu e kur të vishtë me morë në kërë me kalzu vetën. Qe, ku shemon? Mu më kam, me 40 vjetë me ka morë me bënë që të që kam. E nuk bëhët për një ditë, më kupte muje. E vëllaj s'kum po, se për që ata më dëftë me hjek. I hoqë, danëm. Problem me para, me i dhonë, problem sa dush. Problem ashtë problem kështë. Unë ju falendroj shumë për kuhen, edhe që na pranut shtëpinë e juve, ishte shumë knaci. Po. E shoh për mrena se si e ke rregullue. Lodra pas... Po, hajde. Lodra pas ke mjaftueshëm. Shumë mire pas ke. Nuk ka të vanë kjo. Sa bukur. Llat. Se 2 dhoma i kem knej, 2 naton, 2 bonja. Shumë mire. Papagollat, po. Papagolla, po. Anat mirat. Fush sa dush. Ku do të gjojsh kështu? Po e bëjshit një jetë shumë të veçantë. E vërtet. Prej tjerë. Ke Shumë. largu prej krejtve. Apo shë, pe krejtve. A di që thonë, në skejt botës, ti ka ke në skejt fshotit. Shumë mirë. Shumë mirë. Ju bënëm zhurëm, i shqetsuam papagollat. Faleminderit shumë, vazhdoj e gjumin, ta kemi prish pak rehatin, ishte knatësi. Miqtë e mi, jemi drejt fundit, banorët na treguan se kjo rrugë na çon drejt fundit e fshatit. Kaq keshëm nga fshati Gllambnik, faleminderit banorëve të këtij fshati, faleminderit edhe juve që qëndroni çdo herë besnik ndaj neve. E ne takohemi në fshatin e Radhës deri atëherë, mirë mbetshi!